Zilia është mos me e duru suksesin e dikujt. Që tu janë i zilia. S'ta bane që. Të vjen kere, nuk vjen gjithë ëmël, as nuk vjen gjithë mirë, kur dikush jesë për para, ka njerë ndodhë, njeri ka nefs, ama besimtarja dëminon nefsin. Nuk vepran në bazë të udhëzimeve të kësaj zilie. Nuk merë qëndrim, do në gjithë mund punon e të kundërta. Kush e ngjall zilin? Shejtani. Qysh e ngjall zilin shejtani? Duke e aktivizu zjarrin e urrejtjes ndaj begatisë që ka dikush. Qysh me fi këtë zjarr? Bën dua për ta. O Allah, jepi sukses. O Allah, bën e më të mirin. Provoje sa shtire për shpirtin kjo spalla. E sheh sa shpirti i lëndum. Dash me testu sa zemra e lëndum nga zilia, provoje me bëu dua për çata që jetu ngacmu me pas zilin e tjetër. Provoje. Nuk është e kallajshme. Nuk është e lehtë. Dhe dikujt për shembull që ti ani më letec, ani më nërë të ishë me zërme ka përësia, që kjo është një farë të kalimi, alhamdulillah, shuqër, ani më mirë me një, të jeshe që është të jartë edhe të kapak, po të është ty të qysh është të a mu që natë me prish gjumin, kur kështë për të shë, ja Allah, po të lutna, ja pihaj, o Allah, bëne ma të mirin, o Allah është tjirë, nuk ka letë, pravaj atë, e që kjo me në shërri hasid një dhe hasad, që kjo është me fika, o Allah e të bereqet, o Allah mundësë e këtë në modën që kaloj me shqit, o Allah mundësë e këtë në halat me pasë, bo dua, që kjo është e kundër ta. Andaj, paramendoj kur shejtoni vjen me mbjell zilit e ti, e të dush po mërë që shjo, e a këtë me doa për londën, që bëna e të? A i fort të merrohet që ja ka uqë adresë, e duhet mi kalzu shejtonit shpesh se adresin e gabu me ki. Në zemër teme, jo zili për Allahun teme, gabim e ki. Kjo zemër s'është për këtë punë. Sa është zemër që e dënë Allahun e pejgamberin asëm, kjo zemër që është ushqy me Kur'an. Ani s'ka të zili, absolutisht, tendencat e zilis mund t'jenë prezente, thash, nefsi mund t'a kërkan, por zemër refuzon. Për këtë arsye ka thënë Allahu xhallahu ala min sharri hasidin idha hasad. Nga sherri i ziliqarit kur me zili vepron. Jo veç ziliqar, se zili mund t'kesh njëri, mund t'kesh zili, po nuk vepron me këtë zili, çka mos vepra. Ai që vepron me zili, çka bën? Mundohet me e minimizu suksesin. Mirë, po kalla e ka pa asaj. Ku të këqysh, babën e ka pa që ashtët, tani Allah, vend ti që shtë kallaj. Pastaj për shembull thotë, çka që bo që shtot, inshallah shkojmë në xhenet. Në xhenet? E pse s'po thosh, Allah e çon xhenet edhe këta, apo s'tavan. Po kishim te kalu nivel tjetër temën për shkak se s'ja ban me vol për këtë punë. Zili apo? S'ja ban. E kanë nga zilia të ndërvëllëzë, sikur se prani Ibn Taymi rahimahullah, nga zilia s'ja ban e kthen çka? E kthen këshën temë të Islamit. Temë të Islamit. E ka një të metë, e ka zili këqë shmija qitëm. Në të ba Allah njeri sëtë zotë të herë e boftë, qëka s'ponin e të 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 e qëka për, ne e ta më zërshti me folë edhe, po qëka o burë, ma së më shtetë është me folë, se s'po kam që më bëgë i betë, Allah, të, apo i do këtë në kjo e njohër, apo i do këtë e përdishme qëja, po normal e përdishme është, po kalëzënë Allah, se vëshun ti si ka të kërkujta, po filoni bre, për dinëm, që kja është, shpartaj, si abajti, si avon, a me qëtë në emën të dinit që për danë, në emën të islamet që përshkatërohet e përprishet e ku e din qëfar, ama kejtë zili, puro zili edhe, s'ka lidhe i mësirët këtë. E ku për din t'i hoqë këtë faponë, s'për dive në vëllaj, a pëtën, s'për di, t'i edin, pravoje që shpët delë, që kja, s'u s'pëtën për t'u jasë për mu, apo, pravoje, e shë që shtu delë, a pëtën. Se ata që i ka njoft shpirtat e njerëzve, zamrat, mëzimet e Kur'anit, ata në kanë kallëzu. Djetarët tanë, ata kanë shumë, ata që kanë hidhë thellë në zemër me Kur'an, e kanë pa që njeri përdi këtë shumë ja bërë. Men njerë nuk shkone ma, që të pja bëjka? Allah në ullë pëshirë të tyne, ka zëli qarë. Të sëtë për shambull, nuk shemë pas qef që kjo gjemi më murë që i kaqë. Do më të butë qenë. Do tjerë për shambull, së shemë pas qef, më mojë dirë se hitë që gjemi jemi. Me ko një gjemi me e vogërë. Do këshim pas qef, hiç me s'me përkon dersi. Ka kategori, Kryesorja duhet me kufizu hapësirën. Me ta kufizu hapësirën e lëvizjes, hapësirën e aktivitetit, hapësirën e punëve të mira. Kur është që bën mirë? E bën hajër.
Allah na vop tyne. E që kjo është zliqari kur me zili vepron. E nuk duhet të ndërrullë kur e bën këtë lutje tek Allahu xhallahu ala me surën Falak, me të shkumen të filoni. O min sharri hasidin idha hasad, filan fisteku. O min sharri filan fisteku. Una. O min sharri hasidin idha hasad, filoni, una. Mas pari mene të jetë, apo, çka? Për krejt sura Falak nisë mas pari, që thash, min sharri ma khalaq, una. Min sharri ghasikin idha waqab, una. Ku e mirë është, una, ti. O min sharri naffathati fil uqad, ti. Edhe min sharri hasidin idha hasad, ti mas pari, para tjera. Ama jo në çdo kategori min sharri ma khalaq, ata kush ata? Edhe ata po të mas pari, e çështë më radhë.